Ky dash Sula më kujtovi një kështu një ndodhi para ca kohësh. Nuk është basolet, kështu e vërtet është thonë, po. Kishte qenë një njeri, po, ka kohë, nga smonte një nuse të re ky. I vinte gjithmonë në kroj fshati, sa e mbushte uja ajo, i vinte. Ajo ishte shumë e bukur, po ishte yll fare, Edhe ky nuk i thoshte asgjë, më shumë edhe as më pak. Sa e që shikonte, i thoshte, ten shamutin. Ten shamutin. Mirë po kjo, u bezdi se ky tani një avac kishte këtonë. Sa e vinte në kroj kjo mbushte ujë, ten shamutin. Dhe një ditë vendosi ti thot burit. Mirë po, buri ishte një qeros. Ishte një qeros i madh shumë si puna time. Edhe kolos trim shumë, e ke parasysh ditë. Po miri thot gruas ky, se e rregullojmë këtë muhabet thot. Edhe vete nusja gjoja e para kështu, tak i vete ky direkt. I thot ta shamutin edhe ky tak del, tak i thot e fshim tak, ari tu i thot. E mori në shtëpi, e ulet në tavën ulë këtu i thot. I thot gruas, i bën në çik nevojën ti. Vati e beri gruaja nevojën. E solli mutin. I kish vënë edhe pistoletën në koka, i tha tashi aje ndryshe e fillove ky tante, take. Vazhdoni shkreti, po muto, duke engër, e me zi shkonte poshtë. Edhe i thot, këti të shoqit, thot, o vlla, thot, s'ke ndonjë çik qepe, thot, për se nuk më shkon poshtë. Do me thënë, edhe dash Sula, sot, ja ngri mutin Ramës, po ja ngri pa qep. Do vi koha ti thot në më qip qip, se s'po më shkon o birë. Për të qeshur e për të qarë. Kaq. Aj. Oj.